teknikisht dhe cilësi me topin këmbë, Zhegrova është shumë më lartë se Conceição. Edhe për dy luftime dinamizëm, kanë tjetër mënyrë loje. loje. Ajo që Spalletti, që duan trajner italian, sepse ka të grindë në Conceição që vrapon gjatë gjithë kohës, si top shumë, ball of energy, që është vrapon, lufton, rikuperon. Problemi është që kur u fut Zhegrova, nuk parashef të marrë vendime të këqija me topin në këmbë. Po pra, dhe një cross ishte golaj. Po, përveç rastin me Galatasaray që iku ajo, sa herë ka topin në këmbë, 1 kundër 1, 1 kundër 2, ditë dalin nga situata, ditë krijoj. Që kjo është dakord që mund mos jetë, se kthehet mrapa, po nuk kthehet mrapa siç kthehet Conceição që shkon kafshon ka vidje, ka tjetër stil loje. Ka tjetër stil loje pra. Është për 20 metra. Por unë mendoj që kur je javë të bësh zgjedhje të duara me topin këmbë, ditë kalosh kundërshtarin, ditë përballesh 1 kundër 2, mund të jesh pak më i rëndësishëm se ai që vrapon e pastaj del me portën bosh edhe e shef topin tribun, që ishte Conceição që e bëri sot. Dhe duhet thënë edhe që Turam nuk luajti sot. Jo, nuk luajti. Po ishte Kefreni që mësuar të shohim se sezoni e kaluar, një perde edhe Lukumi nuk luajti që do luajë ai. Edhe Lukumi. Edhe për Lukumi jam kurioz të shoh se bën shumë kështu aty fort, po. Lukumi. A do të Lukumi arra po? Ta shoh. Kështu që po ishte edhe Kefreni, mund shihim juve akoma më ndryshëm me sush se ta kam thënë, unë vazhdoj që ndroj asaj që kam thënë, me Mekeni dhe Locatelli, nuk shoh një të ardhme të ndridhur për Juventusin.